Rrëngrënësi dhe insektet e tjera dëmtuese po paraqesin një kërcënim serioz për prodhimin e misrit në qarkun e Gjirokastrës. Clinton Beqari, një fermer me sipërfaqe të konsiderueshme toke të mbjellë me misër, shprehet se për shkak të këtyre dëmtuesve ka pësuar një rënje të ndjeshme të rendimentit prodhues. Dhe viti si vjetshëm nuk është shumë i favorshëm, nuk është vit bujësore quajmë ne fermerët. Është për këtë fluturin që i bie misri, domethënë në fazën e kallirit kur pret kalli, e mustaqet, edhe ajo e dëmton shumë, nuk se kokra fare misri. Male që rrezikon, po ne kemi marrë masat, po bëjmë spërkatje, kemi bërë spërkatje paraprakisht. Pastaj në momenti që do kemi probleme të tjera, mund të fillojmë edhe me dron, spërkatje me dron. E kemi menduar edhe këtë. Ndërkohë, specialistët e bujqësisë rekomandojnë monitorim të vazhdueshëm të parcelave, identifikimin e hershëm të dëmtuesve dhe përdorimin e pesticideve të përshtatshme. Së pari janë piralidat ose krimbat e misrit dhe së dyti është rrëngrënësi, i cili këto ka rreth 4-5 vjet që është kthyer në problem për kultivuesit e misrit, veçanërisht ata të zonës intensive që kemi neve, zona Dropull, Libohov. Përgjithsisht fermerët kanë fituar një përvojë, qoftë për sa i përket problemit të ujitjes, por edhe për mbrojtjen nga këta dëmtues. Sidoqoftë, më tepër pra kujdes kërkohen të kushtohet mbrojtjes nga këta dëmtuesit, pasi shikojmë qoftë edhe në trajtimin e krimbave të misrit, por qoftë edhe të rrëngrënësit, ka shumë mangësi nga fermerët. Së pari duat përmend faktin që lufta nuk bëhet e organizuar, secili fermer e mbron parcelën e vet në mënyrë individuale, në një kohë që pastaj dëmi vjen shumë lehtë nga parcelat fqinje, pavarësisht pasi ato janë një blok. Specialistët e bujqësisë bëjnë me dije se e vetmja mënyrë për zhdukjen e rrëngrënësit dhe insekteve të tjera mbetet spërkatja e bimës së misrit, e cila kryhet kryesisht nga ajri.